qytetrimin e Kalojmë te Klodian Bravo. Tani çfarë pritshmëri ke dhe si e njeh radh parë Klodian Bravo? Klodian Bravo, pra thashë ka një ngritje graduale. E dyta, Klodian Bravo ka pas dhe vetë, self-made. Ai është self-made. Pra ky I jep aeroplanit vetë, nuk ka ndihmëse. I jep aeroplanit vetë. Sa e bukur edhe këtë. I jep aeroplanit vetë. Klodian Bravo I jep aeroplanit vetë. Është vetë, pra ka ecur vetë, një tani presim. Tani normal drejtuesi është diçka krejt tjetër nga prokurori, sepse ke problemet administrative, komunikimet me personat të tretë. Mendoj, duke pasur parasysh stafin dhe eksperiencën e paraardhëse, do kemi rezultate pozitive. Çfarë pritshmëri ke ti vetë personalisht? Unë për shembull mendoj te dosjet e vjetra. Dosjet e vjetra standardi steka për të vërtetë dumani e ngriti lart. Tani kjo stek do mbahet, mendoj do ngrihet më apo do ulet? Mu më pëlqeu diçka tek Bravo, që po e them standardi provës. Pra, standardi provës që tha edhe vetë, tha duhet rrisim standardi provës, kur themi standard provës diçka pozitive për të panderit. Pra, që domethënë që të mos kemi vetëm me një përgjigje ose me një diçka të dyshim. Ne do rrisim standardin e provës. Për shembull, po dalte provat, po them diçka të gjurmët e gishtave. Edhe të provat të gjurmët e gishtave që lidhet, edhe të gjurmët e gishtave është parimi prezumimit pafajësisë, sepse një gjurmë gishti që lëret në vendngjarje duhet të ketë disa karakteristika që ti korrespondojsh. Pra, gjurma e lënë në vendngjarje është e filan personi. Dhe më thoshte një ekspert I vjetër, se tash thot për hir të parimit prezumimit pafajësisë e gjithë, ne kemi vendosur një standard, thotë. Si thënë, që një gjurmë gishti që është në vendngjarje lidhet me gishtin e personit kur plotësohen 12 karakteristika, është standard. Pra plotësohen 12 karakteristika dhe po të kesh 9 nuk është atit. Pra ngritje e standardit. Pra edhe te provat kemi ngritjen e standardit. Edhe brenda provës, brenda një prove. Por pra kemi standardi, ke 9 karakteristika, nuk është e këtij. Prandaj edhe ngritja e provës. Duhet 12 karakteristika. A mund të thua, I marr më 12 karakteristika çfarë janë të gjumëve të gishtave? 12 karakteristikat kemi parasysh nuk janë karakteristika që, domethënë, forma, s'ka të bëjë. Valzimi I gishtave, pra detajet e gjurmët papilare kanë kthesa. Pra domethënë kur bëhet krahasimi dhe futet në ekran dhe lidhen, kjo këtu është e barabartë me këtë. Dhe gjurmët papilare që janë lidhen me gjurma e vendit ngjarjes lidhet me mund të abuzojë eksperti prokuror? Po jo, nuk abuzon dot se është provë shkencore. Ky thot ka kaq provë, thotë ta nxjerr dhe nxjerr në ekran me mjetet sot të teknologjisë, ti e shef në ekran vetë e kupton. Se kemi pas një rast. Kemi pas rast që keni debatuar me ekspertin? Është debatuar për gjurmën, sepse është gjurmë e pjesme, por do të thonë duke ishte pjesme dhe ai thoshte është e plot? Jo, e pjesme thotë domethënë ka 9 karakteristika. Po nuk ka 12. Kjo se e ka dhe far vlere. Për shembull, kjo është shumicë. Po pra 9. Nga 12, 9 është shumë. Duhet të jenë 12 karakteristika. Po duhen 12. 9 është shumë. 9 mund shërbej si bazë për motiv ose si version hetimor që të hetojmë këtë pjesë se mund të jetë ky autori dhe gjesh prova tjera. Pra e ka I far indici, por s'mund ta përdorësh ti si provë. Kupton? Kjo provë nuk ka vlera identifikuese. Edhe zotëria tha I dha të bukur, do rrisim standardin e provave. Tani kjo është diçka shumë pozitive. Kur them te pritshmëritë prokurore kam fjalën te lufta ndaj korrupsionit ndaj zyrtarëve të lartë. Se ne kjo është beteja sot. Tani dhe beteja më e fortë sot është me zvendës kryeministën Zorin Balluku. Tani çfarë do bëj Zoti Qafoku? Unë jam dhe avokat sot që ushtoj avokat flas që ushtoj profesionin dhe shoh edhe nga ana e popullit, kuptimin e asaj. Prandaj nisem në fillim nga qytetarët, masanaj dal tek zyrtarët e lartë. Po ta vësh edhe në fillim ngula këmbë tek qytetarët. Por zyrtarët e lartë çështjet penale do vazhdojnë. Nuk ka më çështje spaku sot me presionin ndërkombëtar, me partnerët tanë ndërkombëtar të Shtetit të Bashkuara të Amerikës, provat sot siç po e sheh po dalin në publik. Pra nëse ti do t'i mushësh menin jo vetëm gjykatës, por edhe opinionit publik. Po është gjë e mirë kjo që dalin në publik? Kjo nuk është gjë e mirë. Kjo nuk është gjë e mirë sepse gjyqi bëhet në gjykatë dhe intimidohet gjykata. Si dalin nga këtë po të bëjmë pyetje të drejtë për drejtë. Unë jam gazetar dhe unë dua t'i marr. Unë po e mora atë provën, unë e bëj publike se kjo është detyra ime. Ti ke detyrë ta ruash. Ky është beteja jo. Mendimi im është I tillë. Si del? Duhet në shumë kodi procedurës penale dhe para se ta them këtu do të them. Tash pse del prova? Del një vendim gjykate. Sot për shkak të rritjes së teknologjisë, në vendim gjykatës ti ke edhe foto. Por të shef dhe gjyqtarin. Ora je këtu. Që ti kur të lexosh vendimin nuk ke nevojë të lexosh dosjen. Por ky vendim shkon për zbatim del nga sekretaria.
Në moment që ka disa dhe shkon për zbatim. Këtë e merr dhe avokati I panderëve se kur zbatohet masa. Dhe avokati duhet zbatoj ligjin. Po mirë, pa tani mendimi dalim tek zgjidhja. Pra, këtë material e marrin 20 vet. Po. 30 vet. Po. Në sekretari shkon protokoll, hapet zarfi. Po gjithë posta çajnë. Bravo. Tani janë 30-40, mund të shkojë edhe më shumë. Edhe më shumë, ëh. Po shkon pra ja si procedurë. Doli vendimi nga sekretaria e gjykatës, nxjerr urdhrin prokurori. Shkon polici, në sekretariat të policisë. E morën vesh atje. E merr titullari, e shkruan, të zbatohet, gjithë se shkon ashtu dhe këto e morën vesh gjithë, I jepet edhe një dorë atij, e shef dhe ky tjetri, sepse mund mos jetë personi. Tani mund jetë një zgjidhje. Mendimi im kush? Si? Duhet në shumë neli, pratë neli 238. Ndryshim kodin e procedurës. Po, edhe për masat e sigurimit. Policisi shkoi një shkurtim vendimi, pa fakte. Pra, domethënë kur I shkon dhe I thuroi. Një esence po themi. Esenca dhe kopja është për personin. Zotri, kjo është për ty. Ndaç në nxirre, kemi përgjegjësi të ulet numri I personave që e marrin këtë djeni. Pra kur shpahesh në kërkim, nuk ka nevojë të shkojë gjithë vendimi. Mund shkoj shkurtimet. Kur ti ke një person që ti do ta marrësh pandehur, ose do në fakt jemi të saktë, do zbatosh një mas sigurimi. Do zbatosh një mas sigurimi? Po. Shumë bukur, ke gjanitetet, I ke gjitha në filan vend. Dhe kaq. Zotri ke këtë. Po jo dosjen. Vendimi, sepse sot vendimet bëhen të arsyetura. Rritja e teknologjisë, për shembull, më përpara ka qenë vendimi me makinë shkrimi. Po di, më pam prokurori. Çka ke mirë, po prokuror çka ke këtë? Kurse sot ti po të vesh ke foto në vendim, apo jo, ke foto aty që sepse është bosh shkenca. Ta ke merr me mbi vendosje dhe që të krijohet, kjo është diçka